Përshëndetje fëmijë të dashur dhe ju shikuesë të Shkorçës. Ne kemi nisur kështu sezonin e ri të emisionit tuaj më të dashur, Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Përshëndetje dhe nga unë Pumbi. Më ka marrë shumë malli për të gjithë ju fëmijë. Dhe mezi po prisja të vija këtu dhe të takoheshim përsëri së bashku. Po kalamaja, muajt e verës kanë kaluar shumë shpejt. Unë për veten time jam kënaqur shumë fare. Kam qenë në pyetje të ndryshme, kam qenë në liqen, në det, në mal, dhe më në fund erdha në shtëpinë time të preferuar për të treguar aventurat e mia. Po, është shumë e vërtet. Çfarë s'kemi bërë në gjithë këtë kohë? Po ajo që ka më shumë rëndësi, është se ne kemi gjetur shumë miq të rinj, të cilët sapo na pa na njohën, madje na thirrën dhe në emër, sepse e kanë parë emisionin ton. Po ja tani ka ca ditë që nisi shkolla dhe jam pak i mërzitur o Pumbi, sepse do ketë fare kohë për ne për aventura, për të luajtur. Jo, mos u shqetëso, sepse sapo të mbarojmë mësimet, kemi kohë dhe të luajmë dhe të kënaqemi. Këtu më qëndro. Po këtu çalon problemi im, tek detyrat. Edhe ti, nise me avazin e vjetër. Hajde të takojmë fëmijët një herë, pastaj diskutojmë edhe për ty. Mirë. Jani fëmijë. Jani. Përshëndetje, unë e quaj Iliana. Iliana, unë jam Pimbi. Përshëndetje dhe nga unë Pumbi. A më thua Iliana, si jap kalove pushimet verore? Unë i kalova shumë mirë pushimet verore. Çfarë të bëri më shumë për shtypje? Më bëri më shumë për shtypje që deti, që ishte aq i bukur dhe ishte shumë... Me i bukur se mua ishte deti? Nuk e di. Jo, s'ka shans. Miru pafshim. Pafshim. Unë jam Nikolini. Përshëndetje, unë jam Pumbi. Më thuaj diçka për veten tënde. Unë kam një motër që e ka emrin Stacy. Stacy, sa emër i veçantë. Sa bukur. Edhe unë kam një vëlla. Do të pyes diçka tjetër. A lexove ndonjë libër gjatë pushimeve? Po. E ka titullin Urmeli që u rit në akull. Sa ftohtë atje. Ik, si na plevitose. Miru pafshim. Pafshim. Përshëndetje, unë quaj Marian. Pa më thuaj. Me pushime dha u kënaqe? Po, u kënaqa shumë. Tani që filloi shkolla si të duket? Ishte më mirë me pushime apo në shkollë? Në shkollë. Po, sa bukur se aty keni më shumë shokë. Po. Bëre ndonjë shok të ri? Po. Po miqtë tu më të afërt, cilët janë? Nikolini. Pimbi dhe Pumbi. Edhe Pimbi dhe Pumbi, edhe ne. Po. Bie sa qef. Sa bukur. Miru pafshim. Miru pafshim. Ç'kemi, unë jam Liami. Liami, sa emër i veçantë. Po, vërtet. Përshëndetje vogëlush. Do më thuash pak në çfarë shkolle je ti? Unë jam në shkolla Sevasti Qiriazi në klasë të 3. Sa bukur, kam dëgjuar për këtë shkollë. Po ti o Pimbi ke dëgjuar? Kam dëgjuar, po ky është më i madh se ne, se unë jam në klasë të 2. Po, e vërtet. Më thuaj pak, çfarë të pëlqen më shumë? Janë më të vështira në klasë të 3. Jo, nuk janë. Sa bukur, do vetëm Cila është enda jote e preferuar? Matematika. Miru pafshim se ku më ngritë nervat. Jo, matematika është vërtet një lëndë shumë e bukur. Miru pafshim. Miru pafshim. Përshëndetje, unë quhem Emma dhe jam 8 vjeçe. Unë quhem Pimbi dhe jam... Ta tregoj një herë tjetër. Amo Pimbi, dhe ti 7 vjeçësh Pimbi. Edhe unë jam moshatare me të. Unë jam Pumbi. Sa të bukur e ke këtë fustanin, do doja dhe unë të kisha një si ai. Unë mendoj se do gjesh një fustan më të bukur se ky. Ua, vërtet? Sa bukur. Më thuaj pak, cila është ngjyra jote e preferuar? Bluja. Ua, edhe timja. Po ne pas kemi shumë të përbashkëta bashk. Më thuaj, a i ndihmon prindrit në shtëpi? Po, i ndihmoj. Po ata të ndihmojnë për mësimet? Po, më ndihmoj. Sa bukur. Sa bukur. Edhe unë e ndihmoj shumë Pimbin për mësimet. Sa ai nuk i ka shumë e qef detyrat. Të gënjen, miru pafshim. Se kjo mua bet do. Ç'kemi, unë jam Noel. Përshëndetje Noel. Noel, unë jam Pimbi. Kurse unë jam Pumbi, ne jemi miqtë e tu të vegjël. Unë jam në klasë të 3, je në klasë të 2 dhe akoma se kemi mësuar alfabetin.
Ushta se ka Ha mësuar. Bimbi, shumë mirë të tha. E ka mësuar, po do të tregoj pastaj kur të marrë emisionin, ta them në vesh. O, Qes ma thua gënjen, se nuk e ka mësuar, nuk e ka mësuar. Tani kemi punë se kemi emisionin. Je mirë me mësimet ti. Po, Të lumtë, do vish pastaj të më ndihmosh te mua. okej. Miru pafshim. Miru pafshim. Unë quhem Rajna. Rajna me një fustan këtë bukur dhe me një buzëqeshje super të bukur. Jo sa mua, po që aty afër. Përshëndetje Rajna. Sa e bukur që qenë ke, por si kukull. Dhe me që jemi te kukullat, pa më shua një kureshtje. Kush është personazhi tënd i preferuar? Rajna më fal, Stiqi. më fal, të sa kungull. O, Stiqi. Sa i bukur që është, dhe mua më pëlqen. Po mirë, më thua edhe një gjë tjetër. Kush të pëlqen më shumë? Bimbi apo Pumbi? Pumbi. Ha moj, më thua, kush të pëlqen më shumë? Jipi! Miru pafshim. Miru pafshim. Shkemi, unë jam Tristian. Përshëndetje. Po sa të bukra i pas ke sy, çka? Kristian, më thua një variant që ke ndihmuar një shok ose një shokin që në tënde. Unë kam ndihmuar, Ose një të moshuar në rrugë ose diçka. unë kam ndihmuar disa çupa Po, e disa njerëz. të lumtë, me O, çfarë? sa bukur. Po, S'ka rëndë, si ndihmja është S'ka problem. e pranueshme për çdo gjë. Mjafton të mosh mua të më sjellësh një shyp me mjalt për shembull, se nuk e Ose- mbaj dot vetë. Ose ta ndihmosh të bëj detyrat. po, Më thua libri tënd i preferuar cili është? Libri im i preferuar është Ditari Greku dhe Gjyshja Gango. Përshëndetje, unë jam Alex. Përshëndetje. Unë jam Pumbi. Atëre, dua të të pyes diçka. Si të duket tani që mbaruan pushimet? U duk shumë mirë dhe u kënaqa shumë. Po ne që s'na more të kënaqemi dhe ne. Po, kur u ktheve në shkollë, u takove me shokët dhe shoqet. Çfarë ndjesie të dha kjo? Po u kënaqa shumë kur i takova. Sa mirë. Dhe unë Po me ne u kënaqa kënaqesh shumë. në takove. U kënaqe me ne? Po. Sa qejf do U sa mirë, dhe unë nuk kënaqa që takova Bimin dhe u takova të gjithë ju vogëlush. Miru pafshim. Miru pafshim. Pafshim. Si gjithmonë me buzë qeshe dhe duar trokitje ka nisur dhe puntata e parë e sezonit të ri të emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Si fillim, më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë fëmijëve që un kam sonte në studio. Mirë se erdhët Kalamaja. Mirë se erdhët. Këta janë nxënësit e klasës së tretë në shkollën Sevasti Qiriazi dhe unë gjej rastin të falenderoj mësuese Mirandën, e cila solli një pjesë të klasës së saj, sepse ne kemi një tjetër program në këtë puntat. Kështu që nga një pjesë do të vinë të gjithë nxënësit. Ju falenderoj të gjitha ju mësueseve të cilat më keni shkruar gjatë pushimeve verore për të sjellë klasën tuaj në emision. Dhe si gjithmonë ne do ta mbajmë fjalën. Studioja jonë do të jetë e dedikuar të gjithë fëmijëve. Dhe Pimbi Pumbi, përshëndetje, më kish marrë malli për ju. Përshëndetje dashurtea, mirë se u riktheve në këtë sezon. Shumë faleminderit, mirë se të gjithë. Përshëndetje dhe nga unë të atë dashur teleshikues. Jam shumë e lumtur që rikthehem në ekranin tuaj më të dashur në familjen e madhe të RTS Korçës si moderatore e këtij emisioni, të cilën them të drejtën me zi e kam pritur. Përshëndetje Pimbi Pumbi. O, Më kishte që marrë kujtove, shumë malli edhe për ju. Përshëndetje Tea. Më kishte marrë shumë malli për ju. Edhe ne. Na Sepse- solle gjë? Jo, pak më vonë do flasim për këtë. Okej. Sepse gjatë pushimeve nuk ju pash dot, se dhe unë kam pasur aventurat e mia si të gjithë ju dhe fëmijët. Jam vërtet me fat Pimbi Pumbi dhe Jonida që janë përsëri mes jush dhe fëmijëve të cilët si gjithmonë e kanë mbushur shtëpizën tonë të vogël. Sigurisht e dashur, këta janë nxënës të rritur. Ne kemi dashur jo më kohë ta nisim emisionin e parë me fëmijë pak më të rritur për shkak të lojrave të cilat ne do të kemi në këtë sezon. Do të kemi një temë dite ku do të diskutojmë, por do të kemi dhe lojra të ndryshme. Kështu që janë tema të cilat në përditshmërinë e tyre fëmijët, por edhe të rriturit i kalojnë, janë situata nga më të ndryshmet, por ajo që do të flasim në këtë emision të parë ka të bëjë direkt me fillimin e vitit të ri shkollor. Këta tashmë nga klasa e 2 kaluan në klasën e 3, janë edhe një vit më të rritur, por mbi të gjitha aventurat e tyre gjatë pushimeve verore. Dakord? Sot do të flasim për pushimet, tham pra, dhe rikthimin e tyre në shkollë.
Pimbi. Forca Pimbi. Pimbi dhe Pumbi, besoj se dhe ju keni shumë për të folur me fëmijët, apo jo? Po, vërtet se kemi shumë. shumë aventura, më kënaqur shumë. Po. Vogëlush, a më lejoni unë Pumbi tani si fare historinë time. Do ta dëgjojmë Pumbin me historinë e vet, pastaj nisim ne me historitë tona, si thone. Edhe me aventurat tona. O Kalamaja, unë këtë verë bëra shumë aventura. Unë shkova në plash, në jug, në Vlorë. Për Vlorën kam lexuar shumë në librin e gjeografisë dhe thash të shkoj ta vizitoj. E dini çfarë më pëlqeu më shumë mua atje? E dini çfarë? Çfarë të pëlqeu Pumbi? Akulloria. Po, akulloria Bimbi, ja e gjete. Akulloria me mjaltë, e preferuara ime. Ajo teta ma dha një rënfalas dhe unë bleva dhe 10 të tjera. Po mora një rënfalas. Po pastaj mua mu fry barku si tullumbace. Dhe nuk notoja dot. Të gjithë po dalleshin me mua. Edhe u mërzita. Në mirë të rinë në mal, ajo është shtëpia ime. O, sa bukur që ngi kënaqur. Aventura ime ishte akoma më e bukur. Paha, na e tregon njerë. O, Kalamaja, unë shkova në majtë të malit dhe zbulova një shpellë të frikshme atje. Por unë si trim dhe guximtar që jam, hyra brenda. Vendosa një pasqyrë në strofullun që e mora nga strofulla ime dhe atje u bë një vezullim fantastik, shumë ndriçim i madh. Pastaj shikoj që gjitha ajo ishte me florinje mbushur, e gjithë shpella dhe xhevajre të bukura. O, Pimbi, po pse na gënjen tani? Nuk një fare. Mora gjitha të flori dhe shkova engra dhe unë akullore. Jo, unë mendoj që kjo është vetëm pjesë e fantazisë tënde. Po ju fëmi, si mendoni? E dëgjua të dy historitë besoj, apo jo? Dhe të Pimbit dhe të Pumbit. Unë mendoj se Pumbi ishte një histori e vërtet, kurse Pimbi gënjeu pak. Gënjeva ja u tregoju pastaj, po. Ne jemi ndarë me tavolina dhe do të kemi tema diskutimi. Atëre Liam, më thuaj pak, cila histori ishte më e vërtet e Pimbit apo e Pumbit? Merre mikrofonin në dorë. E Pumbit. Dhe më thuaj, cila histori ishte më e vërtet? Ajo që gjeti diamante ai apo Pumbi që ngri akullore? Pumbi që ngri akullore. Sepse diamantet unë e akullore me ato diamante. Atëherë, Liam, meqense more mikrofonin, na trego pak për pushimet e tua verore. Si i kalove ato? Unë pushimet verore i kalova në Durrës, aty ishte shumë bukur. Çfarë bre do një gjë të veçantë, do të thënë që do e mbash mend? Unë kam mbledhur shumë guacka në Durrës. Po, dhe ajo është guacka që ti ke mbledhur. Po, është guacka më e madhe. Sa bukur. Shikoj pak. Ja, Xhaxhi Albani do të na i kapte kamera. Lian, ke lexuar shumë libra këtë vit? Po. Cili është libri jot i preferuar që të pëlqeu më shumë? Gjuetari Halibu. Wow, çfarë të pëlqevi në ai libër? Për një gjuetar që sakrifikoi veten për të tjerët. Të lumt, Lian. Më fal, o Jonida, o fëmijë, tani më besoni që historia ime ishte e vërtetë, se në qoftë se ky do të shkuar. Në qoftë se Pumbi do të shkuar në Vlorë, se ngrana akullore do kishte edhe guacka aq të madhe si ai çuni. Noeli ka një replik, Noeli. Forca Noeli, vazhdoj Noeli. Jo, sa shumë. Jo, tha jo. Meqense mori mikrofonin Noeli, na trego pak për pushimet e tua verore. Unë pushimet time verore i kalova në Lefkada, në Greqi. Wow, shumë bukur. Pimbi, Pumbi, keni ndonjë pyetje ju? Unë nuk kam shkuar asnjëherë në Lefkadë. Do shkosh. Shumë larg andej. Noeli do i marrësh dhe ata të dy me vete kur të shkosh herën tjetër? Edhe mund. Po. Noeli, thuaj çfarë kishte Lefkada? Çfarë kishte gjë të veçantë? Çfarë të pëlqeu? Ja vlen ta vizitojmë apo jo? Kishte shumë anije, kishte dete të bukura. Anije kam dhe unë në majtë të pyllit. Jo, more Pumbi, mja gënjeve kot. Po, pse më Pimbi, anije në majtë të pyllit, ku ke parti? Po pra i kam dar vetë. I ke bërë vetë prej drurit dhe prej letre. Kam dhe letenin me uja ti Për të vërtetë. E ka bërë me mjalt. O Tea, o vogëlush, unë e di shumë mirë që Pimbi këto i bën vetëm kur flegjum dhe shikon ëndra. Pra, do me thënë këto nuk janë të vërteta. Jo, nuk kam fare të vërteta. Ke lexuar ndonjë libër gjatë kësaj kohe? Shojmë drejt. Po. Çfarë libri ke lexuar ti Noeli? Tom Sawyerin. Aventurat e Tom Sawyeri. Po është një libër shumë i bukur sepse dhe unë e kam lexuar. Të lumt. Edhe unë e kam lexuar në televizor. E ka lexuar në televizor. E kam lexuar në kështu e kemi parë të gjithë. Po, e kuptuat ato se çfarë ka lexuar këtë behar domethënë? Zero. Noeli, kur hyre për herë të parë pas pushimeve në klasë, çfarë
Kë shok takove të parin? Bimbin. Pumbin. Dëmëhen, ku shok të kishte munguar më shumë? Mikaeli. Mikaeli, pra e pas ka shok të ngushtë. Ja japi mikrofonin shoqes. Forca Pimbi Pumi, keni pyetje për vajzën? Po, unë kam një pyetje. A i kalove pushimet në det apo në malë bukuroshe? Në det. Sa bukur, po na trego pak më shumë, se unë jam shumë kurioze. Po ti na solle guaska nga deti. Jo. Po në një kullore? Jo. Po ujë të lagur. Po mjalt? Jo. Çfarë ju ke sjell? Ta dëgjojmë si i kaloi pushimet, ku i kaloi, si u kthye në shkollë, çfarë emocione kishte, forca bukuroshe. Unë pushimet i kalova në Orikum. Wow, shumë bukur. Aty deti ishte shumë i bukur dhe unë gjeta guaska shumë të bukura. Të lumt. Kur u riktheve në shkollë, të kish marrë malli për Kish- klasën, për Për shokët. mësuesen. Më kishte marrë shumë malli për shokët dhe shoqet. Si? Çfarë që ti tërgishte të veçantë atje? Ë, Përveç peizazhit. A vendosje kraçka ti? jo. Kur në pra Po dinot. pse di kaq mirë not ti? Dini not ju, mësuat not të vitë? Po, kanë mësuar Do not më të mësoni gjithë. dhe mua. Japi mi, mësoni. shikon të gjithë. E merrni në zotimin, notojnë. e merrni Vetëm ti zotimin nuk ti di. përgjigjeni dhe Pimbi, ta mësoni dhe Pimbin apo jo? Po. Ju lum. O sa Në bukur rregull. të votoj. Ja japi mikrofonin Bjondit me syt blu. Sa blu i ka syt, ky ka Po shumë. i ka shumë të bukur. Shok, ku kalove me pushime verore dhe çfarë emocionesh kishe ditën e parë të shkollës? Unë i kalova shumë mirë pushimet në Spile. Në Spile. Po, në Po, ka shumë plazh i bukur, shumë vend i Në bukur. Shqipëri është dhe Spilleja. O Tristian, do më thuar cili është kujtimi më i bukur që do ruash nga këto pushime? Po, Cili është kujtimi jot më i bukur? po, në Spileja, kur në deti, Të pëlqevi shumë që bëre not apo jo? po, bëra not. Aha, O sa Jomida, bukur dhro. gjithë ta fëmijë kanë shkuar në det. Ore, në një peshk na sollët? Jo, Peshkun e kanë ngrënë atje ata, E, po, peshkun e kanë peshku ngrënë hajt që aty. shor korike dhe gusht. Jo tani në 4 tetor që jemi ne. E po ndua peshk? Shoh që ke sjell me vete libra. Cilët janë librat I që ke ke lexuar lexuar? të dy librat? po. Cili të pëlqeu më shumë? Më Ja, shumë kemi- më pëlqeu ditari i grekut. Është libri tjetër dhe Gjyshja Gango. Ç'është kjo Gjyshja Gango? E keni lexuar ju? Nuk e keni lexuar? Çfarë flet Gjyshja Gango se thjesht titulli të intrigon, Po, të bën për të gjysha qeshur. gango, për të qeshur, ajo gatonte kek me lakër. Kek me lakër. Po. Kek me lakër. Çfarë kombinimi, po gjithsesi pas ka qenë vërtet gango Po. ajo gjyshja. Po. Ne kemi një vajzë Të lumtë. elegante, të jishme, me një fjongo shumë të bukur të bardhë tek flokët. Princesh, emrin si e ke? Rajna. Rajna, Ta gëzosh. një gjë të bukur që ti ke bërë gjatë pushimeve që do ta mbash mend deri në pushimet e ardhshme. A takove në balenë? Jo. Po ti Rajna. Pimbi bëre në nxirron mbi balenë apo mbi kur krokodil? isha në det. Rajna, ke hyrë në njëherë Jo, në jahti? Në Pogradeci, në detin e Pogradecit. O, po, I deti baba i i Pogradecit. balenë. Po Çfarë pse po- mo? Ishte atje. Se mo Pimbi, det është Pogradeci? Çfarë është Pogradeci fëmi? Uj, Një qenë. Qen. Po ka balena në liçen? Jo. Ku ndodhen balenat? Në detet e oqane. E more vesh Pimbi? E shikon o e po Pimbi? unë uj janë dhe ato. E shikon ta të tjetër zgjuar duhet të janë lexosh fëmijët? diturinë e natyrës për të treguar dhe për të kuptuar se çfarë ndodh në tokë dhe në det. Apo- Kafshët që po. jetojnë në tokë dhe ato që jetojnë në det. Do Dakor? na tregojnë fëmijët se unë nuk kam vajtu na i mësim akoma. o, Ka vajtë Jomida. na i mësima i lere. Rajna, Por zote. siç po të thoja, ke hyrë në njëherë në jahti? Po. Çfarë të ka pëlqyer më shumë? Sepse jahti kur shkon për në det, është shumë bukur dhe shumë thellë në det. Ke frikë ti? Jo. Për këtë vit Rajna mësove notin apo jo? Po. Me Pa kraçka. me mbrojtëse, me kratë vogla apo me gomardare? Me asgjë. Me asgjë të lumt. Të lumt. Të lumt, të lumt, të lumt. Bravo, jepi. Po kthimi në shkollë si ishte? Shumë i bukur, unë nuk kënaqej shumë kur hyra për ditë të parë në shkollë, në klasë të tretë, me takova shoqet dhe shokët. O, sa Të mirë. lumt. Rajna, kemi një libër Heidi. Është një libër Autor shumë i klasik. bukur. O, sa më pëlqen dhe Autor mua klasik. Edhe unë e kam Heidi. Libra lexuar, edhe mador unë e për kam fëmijë. lexuar. Heidi. Mua Çfarë të kam pëlqeu mësuar më shumë në gjyshja. ky libër?
që Hajdi dimon të shoqen e ca në karotë. Hajde, po, ne duhet të ndihmojmë të gjithë miqtë tanë të cilët janë në nevojë, apo jo? Jo vetëm miqt, por të gjithë njerëzit që janë në nevojë. Kemi një bukurosh tjetër, ja kaloj mikrofonin shokut shpejt. Forca Pimbi Pumbi. Pushimet verore ku i Po kalova? ti si kalua? Pushimet verore i kalova në Greqi. Në ç'vend të Greqisë? Apo shkove në vende të ndryshme? Në Selanik. Po. Po, shumë bukur. Po ti ipen ajo që tha Tea, qa ishte o Jani, Jali. Jaht, Pimbi. Ajo gjeja, po. Oceania e madhe, po. Ipen ajo ania e madhe. Po, kam hipu në Krocerë. Në Krocer, po. sa bukur, Sa të bukur. lumë. Çfarë do të mbash mend nga këto Po pushime mua s'më verore? prevejnë bilet. Po ja që kisha lojtur me kushërinjtë në Greqi, Ti kish marrë malli që për ta? ndajtëm një javë. Sa mirë. Po kthimi në shkollë si ishte? U mërzitët që mbaruan Jo. pushimet dhe filloi shkolla apo aty? Jo, gëzova shumë. Edhe i takova shokët se kisha para të shokën e ngushtë në 2 muaj. Cili është Pra shoku të i mori ngushtë tani? malli. Ju të gjithë në klasë jeni shokë dhe shoqe, po Kë ke pak më të që më ngushtë? të ngushtë. Që di më shumë. Pariti. Paridi besoj se do të jetë erën tjetër në emision apo jo? Mund ta përshëndesësh Paridin. Shumë mirë. Ata bëj një pyetje, Po, Çfarë loje luajte më shpesh gjatë pushimeve verore? loja më e bukur Që të pëlqeu më shumë. Pra luajte futboll ose Me buas kadeti. Volejboll. futboll. Në rregull Telon. futboll. Ja kaloj mikrofonin shokut, shpejt se na presin lojra të tjera në emision. Forca. Po tani shohim drejt. Më trego pak të lutem. Po për emisionin Pimbi Pumbi të kish marrë malli ty? Po, më kishte marrë shumë. Të kishte marrë shumë. Cili nga sa ata bukur. çamarokët të pëlqen më shumë, Pimbi apo Pumbi? Pimbi. Jupi, bravo. Tani faleminderit. Pimbi të pëlqen se bën budallalliqe, Prapsira. prapërsira, apo të pëlqen se dhe ti i ngjan pak ati? I njajba. I ngjan I pak. ngjan pak. Stop, bjondo me bjonda apo ja? Po. Pra, Pimbi nuk i bën detyrat, por ti i bën detyrat? Do Po. të më edukojë. Pimbi, Po. emrin të Jo, dhe unë lutem? kam filluar t'i bëj Ajan. detyra. Ajani, do të mësoj ty, ai sa që mëson Ajani, që është një nxënës i mirë, do të mësoj dhe ty të paktën me alfabetin, se vajte në klasën e dytë dhe nuk ka fëmijë që nuk e di që ti se di alfabetin. Po. dakor? Faleminderit Unë të ketë Ajan. edhe 3 javë pa e ditur. Ai ka një vit Ka qita një që vit se që di, nuk po. na i thot alfabetin. Ajan. Faleminderit Ajan. Të bëj një pyetje, Po. me që jemi dhe tek mësimi. A mësove diçka të re gjatë pushimeve verore? Po, unë mësova që kur po ikja me makinën, kalova një tunel që ishte një 400 metra. Edhe qesha, se motra japën sy të kështu. Pra ti ke një motër të vogël. Po. Më thej që i kishe lexuar 2 libra. Cilat janë librat? Jakomini dhe fasulja magjike, Po. Hirushën që i kam lexuar me motrën, Po, Hirusha është Shumë të prava me bukur. preferuar të edhe gjitha vajzave. muzikantët e Bremenit. Këta janë ata 3 shokët të cilët Ajo me jeta e fasule tyre si i ishte? mblodhi në një kastole dhe për zuna e dutë dhe nisën të bënin orkestër vetë? Jo, E ngatroj unë, prallë? muzikantët e Bremerit Mhm. i zbuan disa hajdutë nga kosherja e tyre dhe aty bënë piknikin. Dhe aty bën piknikun e tyre, po, shumë mirë, pra Gomari, Qeni, Macja dhe Gjeli, shokët e pandar. Forca, Iliana. Edhe ne bëjmë gjithmonë piknik. Po, ju piknik kemi e keni farë, për ditë? Po, Po. sepse ju në pyll jetoni. Po, në rregull. Edhe ti ke Hajdin, apo jo? Po. Se s'më ke si edhe një gjë tjetër mua? Çfarë është kjo? Kjo është si një ushqim tradicionale. Por e ke bërë me mjete të riciklueshme. Po. Ri urë të Pimbi. Është si një byrek i ëmbël që është tradicional amerikan. Po, dhe ti e ke bërë me mjete të riciklueshme, apo jo? Po. Shko sa të bukur e ka bërë. Edhe ju asolla juve. Mi të kafshoj njërë. Edhe mua.
Ej, Si që ne është po të themi- pukuroshëm? Iliana. Ne po themi me mjete të riciklueshme, jo me mjete të gatushme. Tani pra, mbiteni mendjen. Iliana, ku I kalove pushimet këtë vit? Unë I kalova pushimet në Greqi tek Pefkori. Në Pefkori, shumë bukur. shumë bukur. Çfarë të pëlqeu atje? Çfarë kishte të veçantë vendi? Mua më pëlqeu shumë deti edhe një cirk që kisha vajtur. Ua, cirk. Po. Po ju A fëmijë pive keni uji vajtur atje në një në cirk? Jo, në cirk. Si ishte jo. eksperienca në cirk? Mund të na tregosh pak? Ishte shumë e bukur se kishte shumë lloj akrobatësh aty. Edhe bënin shumë kërcime, ishte domethënë një gjë shumë. Do dhe unë kështu, pse nuk më more dhe mua? A kishte do një kafshë? Jo, nuk ishte. Jo, nuk Jo. kishte. Në rregull. Mark Twain. Ja, hapi mikrofonin shumë. Jo emri i djalit, emrin e djalit do na I thot tani, por libri që ky ka lexuar është një nga librat më të bukur në botë, më Po, aventuresk. ky është libri im I Aventurat preferuar. e Tom Sawyer, Po. vërtet ja? Po, sepse dhe unë e kam lexuar. Aventurat e Tom Sawyerit. Po Në rregull. aventurat e Pimbi dhe Pumbit? E do na I tregoni Duhet tani. të dalë një libër, Po. duhet dalë një libër më duhet vete. dalë Hajde, një filloni, libër. shkruajeni. E sigur që fëmijët do ta lexojnë. Jo, fëmijët do ta shkruajnë, ne do ta lexojmë. Në rregull. Më trego pak të lutem. Si kaluan pushimet e tua verore? Unë I kalova pushimet verore në liçenin në Pogradecit. Aty mua më pëlqevi më shumë fakti që kur shkon shumë larg, Është më cekët. Është Do më të thënë, cekët. Nuk është thellë, po, është më vërtet. Të bëj një pyetje, të bëj një pyetje. Po, sigurisht. E pe Pimbin ti kur ishe në Pogradec apo na gënjen që ka qenë me pushime? Na ka gënyer. Ja, ose ku në Jo, zbuluar. jo gënjen. Kthimi në shkollë. Si ishte pas pothuajse 3 muajsh pushime? E graduat trurin kështu në 0. Po, dhe Keni lexuar, s'keni lexuar, nuk po e ve në dyshim. Nuk po e ve në dyshim, por më thuaj pak. Më pëlqevi shumë sepse takova të gjithë shokët dhe takova mësuesen dhe mund të mësoj prap. po. Sa mirë, sigurisht që po, do të rikthesh studimeve përsëri. Në përditshmërinë tonë ne ndeshemi me situata të ndryshme në qytet. Siç e shihni, fëmijët janë vendosur në formën e një autobusi. Ne jemi në urbanin e qytetit të Korçës. Ka njerëz të cilët I respektojnë rregullat, të cilat fëmijët do të na I tregojnë se cilat janë, por ka edhe të tjerë të cilët nuk I respektojnë. Dhe siç e dihni, ai që nuk I respekton rregullat dhe në shtëpinë tonë, është si gjithmonë ja këtu. Ky Pimbi. Kështu që ne do të ndjekim një situatë se si mundet të lirojmë vendin në stacionin e autobusit për dikë që ka nevojë. Me sa po shohun, po vjen një moshuar e ndjekim. O bobo, më ka humbur Pimbi. O bobo, po ku mund të ketë shkuar vall? Apo s'është dhe një araq I madh ai? O ja se I gjeta. More Pimbi. Po çfarë po bën aty ti? Lilosh pak vendi. Unë jam për qefin tim këtu. E po unë jam I moshuar. O Pimbi, Kush të tha të bëhesh I moshuar? të moshuarit ti? Se di. Edhe unë kam gjyshen e moshuar. Pa jo më let ulem. Unë e zura vendin I pari. O fëmi, e shikoni situatën. Si mendoni ju? Lereja vendin. Po unë e zura më përpara. Okej, edhe pse e zura më përpara, pra nuk do të thotë që nuk mundesh ta lësh një të moshuar që të ulet pak të lutë. Atëre pse nuk ja le ti? Unë I ka pa I pari vendin. Po nuk ka gjë, ti pra mund t'ja lejsh, mund të ngrihesh dhe ai të ulet. Pimbi, ti përsëri po gabon. Pimbi. Po nga bon shumë, ki pak respekt për të moshuarit. Ne kemi mësuar që gjithmonë duhet t'ja lirojmë vendin të moshuarve në autobus. Kjo tregon respekt ndaj tyre. Ja, Pimbi, më në fund veprove një herë drejt. Pimbi, e kuptove gabimin? Po u lodha. U lodhe, erdhi pse? stacioni Po. radhës të ndalosh. Shpejt Pimbi të kthesh në shtëpi. Pimbi, shko shpejt. Miru Pimbi, se ta kam jaltin. Pafshi.
Jemi rikthyer përsëri. Ne tham ndryshe nga emisionet e para të Pimbit dhe të Pumbit, ne kësaj radhe kemi bërë një përzgjedhje tjetër. Ju edhe siç e shihni, i kemi hequr ato kariget e mëdha rreth e rrotull dhe kemi zgjedhur më pak fëmijë. Kjo për një arsye, se duam të nxjerrim talente, kush shkruan më shpejt, kush reciton më bukur, kush pikturon më bukur dhe të gjithë këta. Ande nga fundi vitit do të kemi një tjetër surprizë, ashtu siç emisionet e fëmijëve në datën 31 dhjetor ka patur një surprizë shumë të bukur. Por ne kemi rrugë përpara për të bërë, ndaj e kemi nisur që herët, jemi ende në tetor dhe kemi shumë rrugë për të bërë. Kështu që unë po prezantoj lojën e ditës së sotme. Loja e ditës së sotme është loja e alfabetit. Janë ndarë në 3 skuadra të ndryshme, Pimbi, Pumbi dhe Honani Jema. Pimbi, Pumbi dhe Tea. Në rregull, dakor. Pimbi, Pumbi dhe Tea. Cila skuadër fiton, ka një medalje. Dakor? Po. Tani, kjo është skuadrën dhe ta marri kush të doj. Tani, loja është kjo. Ju e dini fare mirë, shkrim dhe lexim dini, jeni nxënës të klasës së 3, kështu që loja është kjo. Liami, ta prezantojmë pak lojën. Loja është kjo. Pimbi dhe Pumbi. Ne do të themi një shkronjë nga alfabeti dhe për 1 minutë kush shkruan më shumë fjalë. Dakor? Po. Atëherë, Tea do të vej, ma jep mua këtë, Tea do të vej orën në kronometër. 1 minutë. 1 minutë dhe Pimbi, Pumbi, si thoni, me kë shkronjë do ta nisim, e dëgjojmë pak Pimbi dhe Pumbin? Atëre vogëlush, alfabeti ynë ka 36 shkronja. Dhe unë mendoj ta nisim me shkronjën A, shkronjën e parë të alfabetit. 3, 2, 1, nisim! Sa më shumë fjalë me shkronjën A? Sa më shumë me shkronjën A. Sa më shumë me shkronjën... ndihmojni shoqen, ndihmojni shoqen. Ndihmojni shoqen. Ndihmojni shoqen, thojni fjalë. Kullore, po. Ara. Jo, mos ndihmo Tea, mos ndihmo. Sa të zgjuar janë këta fëmijët të rëndë. Shko sa është grupim, Pimbi dhe Pumbi. Tea e zgjodhi grupin e saj, si duket janë më të shpejt në shkrim ata. Forca. Ata më të shpejtët janë grupi i Pimbit. Forca. Sepse grupi i Pumbit do fitoj. Forca vogëlush. Forca, shpejt. Mos i thoni që mos dëgjojnë. Shpejt se kemi dhe 2 shkronja të tjera, shpejt. Hajde, s'ka që me rrët të fort, me rrët të but, vetëm shkruajni fjalët. Tea, dhe sa minuta kemi? Ne kemi dhe 8 sekonda. Opa, numërimi brapsh. Jonida, përse duhet Skandim, Tea. Forca. Hajka. Dhe... Stop, ndaloj. Ne po ilim skaletat poshtë. Tani do shkruajmë 1 sekond. Do ta nisim me skuadrën. Kush jeni ju, Pimbi apo Pumbi? Kush keni qef? Pimbi. Fiksove me Pimbi, nuk fiksove. Në rregull, Pimbi, Pumbi dhe Tea. Liami, e dëgjojmë pak. Tani e dëgjojmë pak. Liami, e dëgjojmë pak. Numërojmë për skuadrën e Pimbit. Tea, i mbajmë mend. Alfabeti, Ariu, Akullore, Ara, Akull, Ana, Abetare, Ajka, 8 fjalë. Vendosi numrin 8 këtu. Shikoj numrin 8 tani. I dëgjojmë shoqën? Fillojmë me skuadrën e Pumbit. Me skuadrën e Pumbit dhe ka 5 fjalë. Akullore, alfabet, Ari, atlete dhe Ar. Ka 5. Fillojmë me skuadrën time. Nuk ka rëndësi. Ariu, 1. Aeroplani, 2. Albani, 3. Akullore, 4. Ara, 5. Abetare dhe Amita. 7. Është dhe Ara. Ja kaluam Teas, ja kaluam Teas. Para me një rekush. Ara si fushë, po. Ara si fushë. 8. Pra jemi barazim. Atëherë vazhdojmë me shkronjën tjetër. Me një shkronjë tjetër. Hajde, shkrive ti Pimbi, mos mërzitesh. Jo, ne do të nxjerrim fituesin, prit se kemi edhe një raund tjetër me shkronjë. Kemi 2 raunde, prit më ndihmo. Do i shkruaj. Me vesh si flamuri. 8. Se me fë si fëmijë. Gati. 1, 2, 3. Pimbi zgjidhe shkronjën. Gati fëmijë. F. Shpejt me F. Shpejt, se nisi koha. Shpejt. Uleni flamur. Tea largohu që atje. Shpejt, shkruaje. Tea largohu që atje, nuk quhet. Jo, unë stazh, unë po ju them që keni dhe 20 sekonda kohë. Grupim do fitoj. Ura, Pumbi. Bravo Pimbi, Tea largohu. Po bërë me ile Tea. O Jonida po bërë me ile Tea. Bëra pak me ile, po këta i kanë i ditë, po s'po i shkruajnë shpejt. 27 sekonda kohë.
Pimbi, furnino. Shumë bukur. Mos bërtisni si Flutura dhe flat. 18 sekonda Shiko kohë. sa mirë kjo lojë i vjen në punë të gjithë familjet dhe tregon dhe aftësitë e tyre edhe në të menduar, por edhe në të shkruarit shpejt, ë? Sa të Apo jo? zgjuar janë këta, o Jonida. Po ndoshta kjo është emisioni i parë dhe sa të mësojnë dhe fëmijët e tjerë, do ta kemë pak më të shpejt. Hajde shkrimin. E mbaroi koha. O Jonida, Urdhro. te apo bën me ile, ndihmon fëmijët. Një sekond. Jo, okay. Skaj, mos i bëj presje, skaj. E uli mikrofonin dhe fillojmë. Jemi me skuadrën e Okay. Pimbit. Pimbit ti vërtet s'mëson, po këta fëmijë kanë rënë fëmijë që mësojnë. Po. Kështu që pikët do t'i japin ty zotrote. Jupi! Fillojmë. Numëroj me gishta. Flamuri, fjala, Një. fasulet. 2, Jam e treta unë. Fasulet është e treta. 3, Fort. Fu. Skaq. Fat. Flutura. Ysa shumë. Flatra. Fiskultura. Fëmijët. Fjori. 11. Shumë. Bravo. Po ku të kopjuan? Jo, nuk të kopjuan. Ju mos të risni që mos të dëgjojnë. Grupi Pumbit. Lusjet e Grupi Pumbit. Flamuri. Neve Foka. një. Fusha. Fustani. Festa. Flutura. Fluturon. E boll. Fletore. Fjalë. Fjalor. Bolli kanë. 11. Sa shumë. Jo lum. Tani grupi im. Kemi Forca. flamur, dëgjojmë pak fjalët që keni Numëroj. shkruar? Flamur, fëmijë, fruta, fluturim, flak, fund, fustan, flok, festa, familje, fabrikë, fjongo, fjori dhe fjalor. 14. E nuk quhet. 14, bravo. Të lumt. Marim të tërë medalje. Ai mbari me ile tea. Medalja jepet në tavolinë, e merr grupi. Po. Kështu që ndani, Tani mbani nuk nga kemi jashtë më secili. raunde. Kush të doj nga ju? Atëre, Bravo Kalamaja. atëre, gjithsej, një sekond. 11 dhe 8, 19 kanë gjithsej kjo skuadër. Po. 16 ka kjo skuadër dhe një sekond të lutem. 8 dhe 4. Dhe 22 ka skuadra Skuadra e e Teas. Teas. Kështu që një Skuadra duar ime- Evna e mbari me ile tea. E kam dëgjuar stadion. Që nuk ma Me qënë se interes. është një vajzë në tavolinën tua, t'ja vari në qafë shoqës? Qo bukuroshe ta vari Tea, ose qëndro atje. O dua dhe unë medalje. Të lumt, ju ishit vërtet shumë të zgjuar dhe gjetet më shumë fjalë. shumë të zgjuar. Jo lumt. Atëherë, në një përshëndetje, në një gjë doni të bëni? Kë doni të Keni dëshirë të përshëndesni? përshëndesin dikë? Ja ku e ke mikrofonin? Merri Forca, mikrofonin. përshëndes. Grupin e Pimbit që ishin më të mirët. Kurse unë përshëndes grupin e Pumbit. Okej, flasim Marr mikrofonin zemrën dhe shojmë drejt. Unë dua të përshëndes Arjan. Arja është shoqja jote. Arja është shoqja jote. Në rregull, atë Jonida, në mund të bëj rregull. dhe unë një përshëndetje. Po. Është një përshëndetje e veçantë shkon për mësuesen time të matematikës, që e kam dhe mësuese gjithashtu mësuesa kujdestare. Unë e dua shumë, e përshëndes dhe pse nuk më pëlqen lënda e matematikës, si lëndë, më duket pak e vështirë në fakt, por gjithashtu mësuesja na e bën më të thjeshtë dhe më të bukura të lëndë. Sa bukur. Po ju, mësuesen e keni shumë xhan? Po. E lodhni? Jo, nuk besoj. Se besoj këtë gjë, po që hajt më. Atëherë, ju e dini që edhe në sezonin e kaluar ne kemi patur një prallë. Kemi lexuar pralla të ndryshme nga autorë të ndryshëm të huaj. Kësaj radhe ne do t'i rikthehemi prallave shqiptare. Prallat shqiptare janë shumë të bukura dhe aq më tepër kur shkruhen nga pena e artë e Mitrush Kutelit apo dhe Odisej Grillos. Në interpretimin mjeshtëror të Desdemona Mehmetit. E dëgjojmë pak të lutem. Në interpretimin mjeshtëror të Desdemona Mehmetit, ne do të ndjekim prallën e parë nga Odisej Grillo. Të dashurve blush, mirë se ju gjeta. Ja jam përsëri këtu midis jush. Sa më kishte marrë malli për juve, nuk ja u tregoj dot me fjalë. Unë ju dëgjova që ju i kishit kaluar shumë bukur pushimet verore. Ishit kënaqur. Edhe nëna Mona u kënaq shumë. Kisha nipin dhe mbesën. O, sa u çmalla me të. Unë sot do të filloj t'ju tregoj pralla nga një autor shqiptar,
Odise Grillo. Prallat e ti janë shumë të bukura, do më dëgjoni me vëmendje. Do t'i thoni mamit dhe babit, nënës dhe gjyshit, në librari janë prallat e ti, dhe ju mund t'i blini, ose të shkoni në bibliotek dhe t'i merrni që t'i lexoni. Atere, pa humbur kohë, nëna Mona do filloj të tregoj prallat nga libri i tij. Pralla e parë që unë do tregoj titullohet Ku shkuan drerët. Ma dëgjoni me vëmendje, se janë shumë të bukura dhe do mësoni shumë prej tyre. Atere, fillojmë. Në pyllin e lepurushave u bë një panajir shumë i madh, sa nuk tregohet dot me fjalë, e që nuk kishte atje, për të u veshur, për të ngranë, për të mbuluar, sa shumë gjëra kishte. Një ditë dhe lepurushi vendosi të shkojë në këtë panajir. Ate i quanin Veshkaush. A ishte rritur tashi, ishte martuar dhe kishte një djalë. Veshkaushi shkoi në panajir se kishte ditëlindjen i biri. Dhe po mendoheshe, çfarë ti blinte për ditëlindje? Brodhi, dhe më në fund e gjeti dhuratën. Në fillim, kishte menduar t'i blinte një lëkur Leoani, ose një dhelpre, po pati frikë se mos i biri trembej dhe merrte malet. Atere, vendosi t'i blinte një qilim të vogël, nga ato që erdhin lejlekët me sqepat e tyre në punishten e tyre të dëgjuar. Ua, ja ku ja zuri syri. Me qilim ishin mbledhur të gjitha ngjyrat e ylberit, aq që bukur ishte. Në katër qoshet e tij, qilimi ishte i endur me drerë, me brirë dek më dek, sikur t'ju kishin mbirë pemë të bukura në kokë. Pse zgjodhi dreri? Këtë dhe jo nuk e zgjodhi me ketra ose me fazan, do të pyesni ju. E po, drerët i pëlqenin më shumë vedh shllapushit, prandaj. E palosi mirë, e hodhi në kuris dhe u ahipi këmbëve dhe u dhëtoj një natë e një ditë, derisa arriti te strofka ati. Aty e pritën Laramania dhe vesh Llapushi, dhe nisën urimet e këshillat. Me jetë të gjatë vesh Llapush, i tha babi. Edhe me në kokë, i tha nana. Mos i thuaj djalit ashtu se e kemi të vetëm, ta jati. Nga që e kemi të vetëm, nuk do ta lastojmë dhe ta përkëdhelim shumë. Po lere djalin të gëzoj sot më Laramane se ka ditëlindjet, pa ja e qim veshin nesër, apo nuk kam sjellë edhe një dhuratë të bukur. Vesh Llapushi, hapi syt i habitur dhe pyeti. Çfarë më ke sjell, babi? Ja, shikoje, i tha vesh Llapushi dhe hapi qilimin. Gëzimi i të voglit thuhet, ndërsa thirrjet e tij arritën në qiell, hidhej për dridhej tunde veshët dhe lëpinte mustaqet. Edhe mama Laramane si pëlqeu shumë, kurse ty zonja ime të kam sjell një shall. Po për vete nuk e marr asnjë gjë në pazar? Në panajirin që u bë? Kam marrë si nuk kam marrë. Kam bler një palë dylbi që t'i shoh për së largu gjaktarët. O, të lumë të Veshkaush. Kur shko në pazar, ti e di se çfarë blen, nuk i prish parat kot. Dhe tani ti i vogli jon, më thuaj dhe më dëgjo mirë për këto që po të them. Me drerët e qilimit do luash mirë dhe të mos i bësh pis. Dëgjova thuaj. Ndërsa të tre po bisedonin, jashtë kishte nisur shiu. Toka u bë qyll dhe në hyrje të strofkës u bë një balte madhe. Babai Veshkaush dhe nëna
nisën të qëronin karrotat për të bërë darkën, ndërsa Vesllapushi po luante me drerët. Po si luante se hynte, dilte, jashtë dhe shkelte mbi qilim. Hyre dil, qilimi u bë trokë nga balta. Kur e pa nën Laramania, u vuri duart në kokë dhe thiri, mos hyr me këpucë në strofë, dëgjon, dua, tha i vogli. Kështu i flet nënës ti. Po sa herë të kam thënë që këpucët duen pastruar nga baltat e dera dhe duen hequr në korridor. Nuk mbaj më nësajen, më ke thënë ti mami. Turp, Vesllapush, turp, ndërhyri Jati. Po Vesllapushi s'donte të adinte fare. Hyre dil, e bëri qilimin balt. Drerët nuk dukeshin fare. Ku kishin shkuar? Si kishin ikur? Vesllapushi nuk e kishte parë. Po eru bën ata. Nisi të qante dhe të thëriste me të madhe. Po ku më shkuan drerët? Nana u ngrit dhe pa qilimin. Aty s'kishte më drerë, po vetëm njolla balte. Ajo i shkeli syrin të shoqit. Ai e kuptoi me njerë dhe tha, drerët kanë ikur më birë, se u zemëruar me ty, kanë marrë malet e janë futur në përpyje. Vesllapushi hapi sytë dhe përshpëriti. Po pse kanë ikur? Sepse nuk duan të rinë të luajnë me ty. Vesllapushit ju mbushën sytë me lot. Po që kam baron që ikën, unë drerët i duan si veten. Pse? Më mërzite me këto pset e tua. Si ne ke kupton xhanëm? Ti ke hyrë me këpucët plot me baltë në strofk. I tha Jati. Po ç'lidhje ka balta me drerët? Balta i ndoqi dhe i bëri pis. Mirë po ata janë mësuar të rinë të bastër, nuk duan të langosin si ty. A i ke parë si lajnë çdo ditë në burim? Vesllapushi nisi të qante përsëri dhe përplaste këmbët. Pse nuk më thanë ata që të mos hyje të dalë me këpucë unë? Të shok të këqin që pas kam patur, po unë i dua drerët. I doj, tha jema, po ku t'i gjejmë ne? I dua, të thash, i dua, o babi, i dua drerët. Veshka oshi babai qeshi. Po ata kanë ikur, nuk vinë me. Kanë frikë se i bën prap me baltë. Vesllapushi kroi kokën, kafshoi buzën dhe tha, shko e misil se nuk kam me për t'i langosur. Na i jep fjalën, po për kokën time, o babi, o mami, edhe për kokën tuaj. E po atere do mundohemi të mbushim mendjen e t'i kthejmë prap. Tani, bjere fli. Nesër në mëngjes do t'i kërkojmë. Vesllapushi era për të fjetur. Po ku e zinte gjumi? Përpëlitej në shtrat dhe në mendje silte 4 drerët e bukur. Pa do ktheheshin vallata. Kur e zuri gjumi Vesllapushin, babai me nanën morën qilimin, morën sapun, morën dhe një fushë dhe shkuan tek burimi. Shiu kishte pushuar. Dielli kishte qëndruar sipër kodrave dhe ishte skuqur si lulkuqe e bukur. Ishte gati të perëndonte. Te burimi e fshin qilimin me fuç mirë, pastaj e shkundën fort, e lan me ujë me sapun. Më në fund e nderën në një pemë për të tharë. Kur erdhi mëngjesi, drerët kishin dalë. Babai dhe nana e morën qilimin në krah dhe u nisën për në strofk. Aty, Vesllapushi kishte fjetur me këpucën në shtrat, e kishte harruar fjalën e dhënë. Çudi, po dhe prindrit si nuk e kishin vënë re në mbrëmje, po nga nxitimi siç duket. Prindrit e zgjuan nga gjumi.
Sa hapi syt, Veshlapushi pyeti, i gjetën drerët? Po, i than ata një herësh. Veshlapushi nisi të hidhej e të përdridhej dhe i lëviste llapat e veshve si kur do luante cirk. Po ku janë? I kërkuam gjithë natën në përpyll duke thirrur janë o drerë, se Veshlapushi nuk ju bën më pis. Dhe ja ata erdhën. Sa mirë, po tani të luaj me ta. Ku janë? Dhe vrapoi me të katra nga dera. Jo, më përpara mbaj fjalën si burrat, i than prindrit. Veshlapushi pa këpucët me të cilat kishte fjetur. Nduku mustaqet dhe ja mbathi jashtë. Si pastroi Miremin me kleçk, u fut në korridor dhe i hoqi. Aty mori fushën dhe bojën, i leu për 7 par qefe dhe i vuri në raft. Pastaj vrapoi brenda dhe thiri, tani e mbajta fjalën. Pa t'i shojnë pak këpucët, tha nëna, vrapoi dhe solli. Ato shkëlqenin si kur t'ishin lyer me varak. Të lumë të birë, i thanë të dy prindrit njerësh. Tani, veri në vend dhe pastaj eja të luash me drerët. Veshlapushi luajti gjithë ditën dhe u kënaq me ta. Në mbrëmje e pyeti nënën. Si kur të futem prap me këpucë në strovka, ikin drerët? Ikin, biri nënës. Ikin dhe nuk vinë më. E po, unë o mami, nuk do t'i kur me këpucë, nuk do t'y kur me këpucë në strovkë, që drerët të mos ikin dhe të luajnë me mua. Sa shumë një dua mami dhe babi. Edhe drerët i dua, se tani janë të pastër e të bukur. Edhe unë jam i pastër dhe i bukur. Të tre u përqafuan. Ja dhe prallësa jo mbaroi për sot. Besoj se u kënaqët. Çfarë mësuam nga kjo prallë? Të jemi të pastër, të ruajmë lodrat, ta mbajmë pastër shtëpinë, jo me këpucë me baltë brenda në shtëpi. Kemi vendin e caktuar ku duhet t'i heqim. Besoj se më kuptuan. Miru pafshim dhe miru takofshim të shtunën tjetër. Ju dua shumë, mos harroni kur këtë. Teta Mona apo nëna Mona në statusin e saj të ri dhe shumë të bukur të asaj të gjyshes, na tregoi një prallë vërtet të bukur, por dhe edukative. Të tilla pralla ne do të kemi në çdo emision, sepse janë shumë të bukura dhe mbi të gjitha kanë mesazhe të rëndësishme brenda që çdo fëmijë duhet t'i kuptojë. Ne kemi ardhur kështu në fund të emisionit për ditën e sotme, për këtë të shtunë të 4 tetorit. Mos harroni të gjithë ju që doni të bëheni pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Unë nuk do të lodhem së thëni derisa ta kuptoni të gjithë që ky emision është për të gjithë fëmijët e qarkut të Korçës. E jani sepse është falas. Mjafton në numrin e telefonit të cilën ju e keni të shkruar në faqen e Facebookut të RTS Korçës ose në inboxin e RTS Korçës, shkruani emrin e fëmijës suaj bashkë me një numër telefoni dhe ne t'ju kontaktojmë. Ky emision është një hapësirë e dedikuar të gjithë fëmijëve. Unë ju falenderoj që sot keni qenë në RTS Korça në emisionin e parë në shtëpisën tonë të bukur Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Faleminderit të gjithë fëmijëve, faleminderit mësuesve Mirandës. Gjysmën tjetër të klasës e kemi radhën e ardhshme. Faleminderit Pimbi dhe Pumbi. Faleminderit dhe ju, mirupafshim. Edhe Pimbi kur të vish herën tjetër na tregon në një histori pak më të qanse, po ti ishte për diamante asaj shpellës tënde do t'i kishim hyrë të tërë me kokë për ta vjedhur apo jo, po ti marr. Është vërtet. Po, ja, faleminderit. Faleminderit, Jonida, ishte kënaqësi dhe për mua. Atëherë japim një mirupafshim të gjithë. Mirupafshim të gjithëve. Mirupafshim.